Kanali i urave të larta në lagjen 15 tetori në Vlorë vijon të mbetet një nga pikat më problematike për qytetin, sa herë që rreshtit e shiut intensifikohen. Ky muaj parashikohet të shoqërohet me sasi të konsiderueshme rreshjesh, madje të larta. Shqetësimi banorëve rritet ndjeshëm. Kjo pasi çdo epizod me rreshje intensive ka kthyer këtë kanal në një kërcënim real për përmbytje, duke rrezikuar jo vetëm banesat, por edhe infrastrukturën përreth dhe përmbytjen e qytetit. Gjatë kësaj të premteje, kanali ka pasur prurje të shumta nga kodrat përreth qytetit si pasojë rreshjeve të shiut. Megjithatë, problematika më e madhe nuk lidhet vetëm me sasinë e ujit që zbret drejt tij, por me gjendjen aktuale të vet kanalit. Ai paraqitet sërish i bllokuar nga grumbullimet mëdha mbeturinash, kryesisht plastike. Në disa segmente, mbetjet e depozituara kanë krijuar barriera të dukshme, duke penguar rrjedhën normale dhe duke rritur ndjeshëm rrezikun e daljes së ujit nga shtrati. Kjo situatë rikthen në vëmendje përmbytjet e mëdha të vitit 2024, kur një kanal doli nga shtrati dhe shkaktoi dëme të konsiderueshme në zonën përreth. Në atë kohë pati reagime të shumta publike dhe premtime nga institucionet shtetërore dhe vendore për ndërhyrje të menjëhershme. U fol për një investim konkret që do të përfshinte thellimin e kanalit, pastrimin e plotë të tij dhe krijimin e një plani të mirëfillt mirëmbajtje periodike. Por më shumë se një vit më pas, realiteti në teren tregon se këto premtime nuk janë materializuar. Ndërhyrjet e kryera her pas here kanë qenë sporadike dhe të pamjaftueshme për të garantuar një zgjidhje afatgjatë. Pastrime të pjeshme janë realizuar në disa segmente, por mungesa e një plani të plotë rehabilitimi ka bërë që problemi të përsëritet. Kanali i urave të larta përfaqëson një arteri të rëndësishme kulluese për qytetin e Vlorës dhe çdo negrizhencë në mirëmbajtjen e tij përkthehet drejt për drejt në rrezik për komunitetin. Në fakt, rreziku i përmbytjeve është sot më i madh se kur, pasi grumbullimi i mbetjeve ka ngushtuar ndjeshëm kapacitetin përthithës të kanalit. Çdo rreshje shiu sjell ankth dhe pasiguri, duke i detyruar banorët të jetojnë me frikën e përsëritjes së skenarëve të vitit 2024. Banorët kërkojnë që institucionet përgjegjëse të mbajnë premtimet e dhëna dhe të nisin sa më shpejt punimet për thellimin dhe pastrimin e plotë të kanalit. Sipas tyre, reagimi i autoriteteve nuk duhet të vijë vetëm në momentet e përmbytjeve, kur dëmet janë të pashmangshme, por duhet të bazohet në parandalim dhe mirëmbajtje të vazhdueshme. Një plan i qartë veprimi me afate dhe transparencë për publikun shihet si domosdoshmëri për të rikthyer besimin e komunitetit. Situata aktuale tregon se çdo periudhë qetësie është vetëm një pushim i përkohshëm përpara një emergjence të re të mundshme. Nëse rreshtit e paralajmëruara për muaj shkurt do të jenë me intensitet lart, rreziku i daljes së kanalit nga shtrati mbetet real. Për këtë arsye, nevoja për ndërhyrje të menjëhershme dhe të qëndrueshme është më urgjente se kur. Kanali i urave të larta në lagjen 15 tetori nuk është thjesht një strukturë kulluese. Ai është një element kyç për sigurinë e Vlorës nga përmbytjet. Menaxhimi i tij kërkon përgjegjësi institucionale, vendime konkrete dhe një kulturë mirëmbajtjeje të përhershme. Në të kundërt, çdo rreshje me intensitet do të vazhdojë të shndërrohet në një kërcënim të hapur për qytetin dhe banorët e tij.